Presidenti Amerikan Donald Trump ka nisur një sulm të ashpër verbal ndaj emigrantëve nga Somalia të martën, duke thënë se ata nuk janë të mirëpritur në SBA. Nuk i duam në vendin ton, tha Trump. Ai po fliste në përgjigje të një skandali në shtetin verior të Minnesotos, ku sipas drejtësisë lokale, shuma që vlerësohen se tejkalojnë $1 miliard u paguan për shërbime sociale jo ekzistente, kryesisht përmes faturave fiktive nga amerikanë me origjinë somaleze. Në Somali ata nuk kanë asgjë, e tëra çfarë bëjnë është të vrapojnë dhe të vrasin njëri tjetrin, tha Trump gjatë një takimi të kabinetit. Vendi i tyre nuk është i mirë për ndonjë arsye. Vendi i tyre është i keq dhe ne nuk i duam ata në vendin ton. Miliarderi republikan shpesh synon pakicat dhe ka bërë goditje ndaj imigracionit të palikshëm, një përparësi kryesore duke nxitur frikën midis disa prej shumicës së bardhë, se ata do të humbasin pushtetin e tyre politik, ekonomik dhe kulturor. Jemi në një pikë these, tha ai, dhe madje argumentoi se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të bëjnë zgjedhjen e gabuar e cila sipas tij do të ishte të vazhdonin të mirëprisnin beturinat në vendin ton. Duke argumentuar se somalezo-amerikanët nuk kontribuojnë asgjë, ai sulmoi për të disatën herë Elam Omarin, një kongresmene demokratike nga Minnesota, e cila është me origjinë nga Somalia dhe ka qenë një kritike e shpeshtë e administratës së tij. Elam Omar është mbeturin, miqtë e saj janë mbeturina, tha presidenti Trump. Le të kthehen nga kanë ardhur dhe të zgjidhin problemet e tyre, shtoi ai. Politikania demokrate shpesh e shënjestruar nga manjati republikan reagoi nëpërmjet X. Obsesioni i tij me mua është i frikshëm. Shpresoj që ai të marrë ndihmën psikologjike që i nevojitet me dëshpërim. Javën e kaluar, presidenti amerikan njoftoi qëllimin e tij për të ndaluar imigracionin nga të gjitha vendet e botës së tretë në SBA, pas sulmit ndaj 2 gardianëve kombëtar në Washington, për cilën u akuzua një ish ushtar afgan, që në qershor administrata Trump vendosi një ndalim për hyrje në territorin e SBA-s ose kufizime për vizat për qytetarët e 19 vendeve, përfshirë Somalin. Somalia, një vend në bririn e Afrikës, ku 70% e popullsisë përjeton varfëri shumë dimensionale, sipas OKB-s, u zhyt në një luftë civile në vitet 1990 që çoi në rënien e shtetit.